Deri ku ka arritur projekt ligji për arsimin e lartë? Jemi në fazën ku këto kritika dhe sugjerime po i përmbledhim dhe po mundohemi të përshtasim në propozim ligjin e ri, i cili së shpejti do të jetë prapë në sistemin e ri. Çfarë vërejtësh ma konkretisht janë dorëzuar deri më tani? Kemi dëgjuar debatet të shumë profesorëve universitarë, edhe debatet publike, edhe televizive, ku është thënë se e cënon ligji e autonominë, mirë po mendojmë se me propozim ligjin e ri gjitha këto mjegullira do të anashkalohen, nuk është qëllimi i Ministrisë të cënoj autonominë. Sa është e gatshme Mashi të inkorporojë ato? Nuk isha thënë se do të inkorporohen të gjitha kërkesat, për arsye se edhe Ministria dhe Arsimit dhe Shkencës i ka politikat e veta, të cilët dëshiron të zbatoj, mirë po të gjitha sugjerimet të cilët janë sugjerime që realizën vend, ne do t'i kemi parasysh. Ku është kufiri mes rolit të shtetit si garantues dhe si kontrollues i universiteteve në këtë projekt ligj? Shteti, e thash edhe më herët, e garanton autonominë universitare, e para, e dyta, shteti duhet të sigurojë standarde për zhvillimin e një arsimi të lartë cilësor, dhe e treta, shteti duhet ta financojë arsimin e lartë shtetëror. Si dhe në çfarë forme do të garantohet se me këtë projekt ligj do të bëhet balanca mes reformës dhe ruajtjes së lirisë akademike? Përmes neneve të ligjet, në mënyrë të qartë, do të precizohen të gjitha kompetencat që do t'i kenë edhe rregullat e lojës të cilët do t'i kenë edhe universitetet, po dhe Ministria e Arsimit në këtë rast. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 jep zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës Driton Sulemani. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.